Palët politike në Kosovë kanë pasur reagime të shumta një ditë pasi dy partitë më të mëdha, PDK dhe LDK, arritën marrëveshjen e bashkëqeverisjes, e cila i hap rrugë zgjidhjes së ngërçit institucional. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se me koalicionin PDK-LDK, i ligu dhe i keqi janë bërë bashkë. Përmes një komunikate, Haradinaj vlerëson se mënyra e tillë e ndërtimit të institucioneve do ta thellojë kapjen e shtetit nga krimi dhe korrupsioni, ndërsa kreu i vetëvendosjes Albin Kurti ka përdorur termin kolaboracionist për Isa Mustafën. Sipas tij, ambicjet e liderëve të tjerë çuan në dështimin e punës disa mujore të bllokut opozitar. Ndërkaq, zëra kundër bashkëpunimit ka pasur edhe brenda LDK-s. Deputetja Alma Lama përmes një postimi në Facebook shprehu votën e saj kundër këtij koalicioni. Madje ajo ironizon kur shprehet se lista e ministrave pritet të jetë me emra të paaftësh, servilësh dhe analfabetësh. Gjatë ditës priten edhe reagime të tjera politike. Sa kaq, deputetja më e vjetër Flora Brovina pritet të saktojë sot ditën e seancës konstituive, në të cilën zgjidhet kreu i kuvendit që i takon PDK-s. Kjo i hap rrugën edhe qeverisë së re, e cila në bazë të marrëveshjes së mbrëmshme do të drejtohet nga Isa Mustafa, ndërsa numri i ministrive do të ndahet në mënyrë të barabartë. Sa i takon kreut të PDK-s Hashim Thaçi, ai pritet të marrë postin e presidentit në vitin 2016, kur t'i mbaroi mandati presidentes Yahyaga. Pakti mes LDK-s dhe PDK-s u arrit pas thuajse 6 muajsh krize institucionale dhe pas ndërmjetësimit të ambasadores amerikane Tracy Ann Jacobson, Mustafa dhe Thaçi edhe mëngjesin e sotëm zhvilluan një takim me këto të fundit.